Ti je I larguar nga puna. Një I ri Amerikan me emrin Wallace u pranua të punoj në një punëtori të madhe me dru dhe në atë punëtori I kaloi vitet më të mira të jetës së tij. Ishte I ri I fortë dhe kishte mundësinë të punoj punë të rënda. Kur I arriti të 40-tat, kulmin e fuqisë së tij dhe kishte fituar autoritet në punëtorinë ku punonte për shkak viteve të shumta që punonte aty, I erdhi lajmi nga kryetari se duhet ta braktisë punën dhe të mos kthehet më asnjëherë në këtë punëtori. U habit pse ti ndodh kjo gjë, doli në rrugë pa synim dhe pa shpresë. Në mendjen e tij I kalonin kujtimet e viteve ku e dha mundin e tij më të madh dhe I humbi gjithë ato vite për asgjë. Filloi të ndjej keqardhje dhe e kaploi një marrëzi e thellë, derisa e përshkruan edhe vetë këtë gjendje ku thotë: sikurse tokat më kishte gëlltitur dhe të isha zhytur në thellësi të saj të errët. Para ftyre I mbyll dera e vet me riskut që I kishte, dhe kulmi I kësaj sprove ishte se as ai as gruaja e tij nuk kishin burim tjetër të pasurisë dhe s'dinte se çfarë të bëj. Shkoi në shtëpi dhe I tregoi grua se çfarë ndodhi me të, dhe gruaja I tha se çfarë të bëjnë tani. Ai I u përgjigj: do ta lë në hipotekë shtëpinë e vogël që jetojmë në të dhe do të filloj të punoj me ndërtimtari. Dhe me të vërtetë, projekti I parë I tij ishte ndërtimi I 2 shtëpive të vogla, ku për ndërtimin e tyre dha mund të madh, e pastaj filluan projektet e vogla të shtohen dhe të rriten, derisa u specializuan në ndërtimin e shtëpive të vogla. Brenda 5 vjetëve me mund të madh u bë milioner I njohur. Ky njeri është Wallace Johnson, I cili e formoi dhe ndërtoi zinxhirin e hoteleve Holiday Inn. Dhe këtë zinxhir të hoteleve e përhapi në për tërë botën. Ky njeri në biografinë e vet cek dhe thot: po ta dija tani se ku banon drejtori I firmës që më largoi nga puna, do ta falenderoja thellësisht për atë që ma bëri. Kur më ndodhi ajo sprovë, për mua ishte tepër e vështirë dhe e përjetova shumë rënd, dhe nuk e kuptoja se pse. Kurse tani e kuptova se Zoti deshi të ma mbyll para fytyre një derë dhe të ma hap një derë tjetër për mua dhe familjen time, shumë më të mirë se ajo e para. Urtësi nga rrëfimi. Asnjëherë mos mendo se çdo dështim në jetë në për të cilin kalon është përfundimi yt. Mendo mirë dhe bashkëpuno me atë që ta jep jeta dhe fillon nga fillimi pas çdo situate. Jeta nuk e meriton të vdesim nga pikëllimi për ndonjë dështim, sepse ne kemi mundësi të jemi më të mirë, atëherë kur brenda nesh janë prezent vullneti dhe vendosshmëria. Allahu thot: por mund të urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju. E mund të doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk e dini.